se do t'i ndaj kështu, i bëni disa jashtë programit, po unë i pranoj. Akuzon kryeministrin se nuk pranon pyetje, por Berisha një ditë para fushatës mori rolin që nuk e ka pranuar kur. Ai kërkoi të shmangte pyetjet për fushatën, ndonse reflektoi shpejt. Ai flet me veten. Ai nuk pranon, shkoni bëni atij një pyetje si bëni dot. Kurse unë kam kënaqësi, jo. Sigurisht edhe kam detyrim të përgjigjem. Doktori duket se mendje nuk e ka më 11 prill, por më 11 maj. Ai zbuloi se do e mbroj votën, po me një ndryshim nga Lulzim Basha. Mbrojtja e tij do të nis pas zgjedhjeve, sapo të mësoj rezultatin. Mendoj se ndryshimi është si nata me ditën. Nëse opozita do kishte mbrojtur votën e lirë të shqiptarëve, Edi Rama sot s'do ishte kur në pushtet. Të mendosh se Edi Rama nuk do bëj çdo përpjekje për të manipuluar votën, është të gënjesh veten, i thon kësaj. Njeriu gënjen veten ai që mendon këtë. Ne do ta mbrojmë atë votë. Berisha u treguai sinqert kur tha se është ogur i bardh kur europianët i hapin derën atij, ndërsa në të njëjtën kohë Ramës i vinë në Tiranë. Ai nuk e fsheu se kur shkon në Strasburg, sulmon hapur drejtësinë, ndërsa zbuloi edhe një plan të fshehur, lirimin e të burgosurve pas 11 majit, pa përjashtuar edhe Ilir Metën. Në burgjet shqiptare është i katastrofë vërtet. Dhe kjo pasojë e kësaj reforme. Qytetarë shqiptar duhet ta dinë se 1/3 të burgosurve janë plotësisht të pafajshëm, pas një akuzë. Se mbi 2/3 e tyre janë të padenuar për definicion të pafajshëm. Për definicion të pafajshëm. Dhe se norme standarde të tilla nuk kanë ekzistuar as diktaturën më të zezë staliniste në Shqipëri, jo. Megjithatë, Berisha u kujtua se nesër përveç hapjes fushatës është dhe 40 vjetori i vdekjes së Enver Hoxhës. Doktori tha se nuk beson tek profetësit, pasi ato ja ka lënë Edi Ramës. Koincidencat, as i lidhje s'kan. Nuk kanë lidhje, sepse unë nuk jam profet. Po ta bënte Partia Socialiste, edhe mund të shkonte mendja, po jo, s'ka asnjë i rat dita që duhet bërë. Dhe si për të rrëzuar koincidencën, Berisha njoftoi se nesër, nga përvjetor vdekje, do e kthej fushatën në ditë dasme me laçi vitën. Problemi është se çifti dashurohet muaj apo vite, po e ka një ditë që ndryshon dhe paraqitet krejt tjerë dhe të gjithë, pavarësisht se i kanë pa qindra mijëra herë, vrapojnë të shohin atë ditë si çift, me kostumin e nusrisë. Ndaj dhe të gjitha surprizat janë nesër. Sali Berisha sot, i cili paralajmëroi pra që të premten në hapjen e fushatës, ai do të shfaqet si çift dasme me Kris Laçevitën, nuk na tha kush do veshë fustanin dhe kush do veshë kostumin. Gjithsesi i kthehemi thelbit me çe. Do hap burgjet to doktori. Pra le të themi ne mund të qeshim, por realisht ka shumë veta që sot buajnë dënimin dhe mund ta marrin seriozisht premtimin e Sali Berishës. Mbas këtij deklarimi dhe mbas qindra deklarime dhëna tashmë, të cilat sot jepen nesër ndryshojnë formatin, qëndron gjithmonë ajo filozofi që ka karakterizuar gjithmonë Berishën, kjo ishte politikë. E bëri nanon armik të popullit, çfarë nuk tha për të, dhe në fund fare i ta dorën dhe kur i thanë çfarë ka ndryshuar, pa ato ishin deklarime politike. Gonin e dukve, e shpalli mamuthët e korrupsionit. Sot e ka lahat, po e kjo është politikë. Pra tani Berishës gjithmonë nuk duhet më lexuar absolutisht asgjë, aq më tepër tashmë që do të vënë diskutime shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë edhe me moshën. Nuk duhet marrë seriozisht. Megjithatë, Roland, sigurisht që ka një pritshmëri që e konfirmojnë sondazhet, megjithëse unë vazhdoj ta përsëris që unë nuk i besoj më sondazheve aq sa që besoja më parë, po ama ka një pritshmëri për një diferencë midis dy grupimeve të mëdha në zgjedhje 11 majit. Por
A shpjegon deri diku pse zoti Berisha e ka shtuar dozën e premtimeve që janë guximshme për të mos thënë në kufit e rrezikut, pra që ti thua që unë do godas vettingun, do kthej prokurorët e gjykatës të shkarkuar, që ti thua unë 1/3 atyre që janë burgje do t'i liroj nesër që fitoj pushtetin, apo vi misioni e kryeministrit, mund gjajnë fantasmagorike, por e thashtë editorial, Berisha është rrezikshmërisht i besueshëm kur flet për hapje. Ne futemi tani në ditët e nxehta të fushatës dhe premtimet elektorale sigurisht fillojnë dhe intensifikohen duke korreluar apo duke parë edhe humorin e elektoratit që shprehet përmes sondazheve. Përtej skepticizmit dhe margjit gabim që kanë sondazhet, që unë jam dakord me ju, por kur diferencat janë të mëdha, trendet janë të dukshme dhe i japin besosh që është e vështirë përmbysen. Dhe në rastin tonë konkret që ne po flasim, diferenca mes partisë parë dhe dytë është shumë e madhe. Përtej margjit gabimi që mund të kenë sondazhet dhe përsëritja e sondazheve që tregojnë të njëjtin tendencë. Kështu që e shoh logjikshme që një forcë politike për të qenë pak më tërheqëse bëhet më populiste, nga që kërkon të marrë sa më shumë vëmendje dhe të tërheqë sa më shumë besueshmëri tek elektorati për ta përmbysur rezultatin. Mirë po, këtu hyn sensi logjik. Sa shtetformues je në premtimet që jep, sa konstruktive janë premtimet që ti i jep në kuptimin e efekteve që sjell nesër nëse ti vjen pushtet, dhe çfarë dëmi krijon kjo në mentalitetin e njerëzve karshi ligjit. Për rastin konkret, është e vërtetë që ka një shqetësim ekspertës që shprehur këtu ke studio ju, që politikat penale. Ka një numër shumë të madh njerëzit të cilët nuk janë në proces hetimi, gjykimi. Dhe kjo në kuptimin e drejtave të njeriut mund të jenë edhe të pandehur, po është një problem. Futen gjithë brenda. Bravo. Si një që ka dyshohet për vrasje, si një që dyshohet për nuk e di, por është një gjë konstatimi i problemit dhe është një gjë tjetër se si i qasësh ti problemit për ta zgjidhur atë nëpërmjet amendimeve, ndryshimeve, praktikave më të mira. Si nesër nëse ti vjen qeverisje, ky fenomen në sistemin e drejtësisë mos ndodh. Kur ti e injoron këtë procedurë, e injoron këtë variant, e injoron këtë qasje që ti ofron konstruktive për ndërtimin e shtetit dhe shkon drejt formave të thjeshta, populiste, por që janë dhe të dëmshme, sigurisht pastaj në vend që ta shtosh dozën Pse janë dëmshme? Dëmshme, zoti Balla, sepse janë forma të cilat janë forma bipartizane që nuk kanë të bëjnë me shtetin, nuk kanë të bëjnë me ligjin. Janë forma paramoderne të shtetit, nuk kanë të bëjnë me respektimin e ligjit, nuk kanë të bëjnë me ndërtimin e praktikave të mira, aq më shumë që tentojmë të jemi pjesë e vendeve të anëtarëve të Bashkimit Evropian. Në cilën praktikë e bazon zoti Berisha që ekzekutivi merr përsipër të lirorit bugosurit ku ndoshta një pjesë e tyre mund të jenë dhe të amensuar për shkelje ligji? Po ndoshta thotë që se dalim të ajo që thotë Bedi. Po themi. Ti futemi seriozisht tani muhabeti, se unë sugjerisa por seriozisht, po meqenëse seriozisht, duhet të unë këtë vështrimin pastaj që është absolutisht në linjë e Lamit, sepse është pikërisht e linjë. Po ja, ai mund të thotë për shembull se vim për shtet në palën tjetër negociojë ndryshimin e kodit nuk e di se penale. Nuk e thotë, po ta thotë dakord. Po është fushat, pra i bie drejt, po. Që se ndryra, po megjithatë jam detyruar ndryrë sepse Shko që ndodhë, tjetër gjë është konstatimi, tjetër është fushat elektorale, tjetër është bindja për zgjidhje një problem. Ky konstatim nuk është i lidhur ashtu siç tha Berisha me reformën në drejtësi, por është i lidhur me kodin tonë të procedurës. Kodi i procedurës është një dokument i hartuar në kohën e Berishës që në 2012. Dhe ky fenomen nuk është i tanishmi, ky fenomen është historik në Shqipëri. Është një problem që është vërtet problem. Berisha Berisha dhe gjithë entorazhi tia ligjor ka qenë në dieni të këtij fakti sepse minimalisht në studie ne kemi ngritur një herë, po me qindra herë, që ka një situatë shumë anakronike në Shqipëri për sa i përket masave të sigurisë. Për sa i përket masave të sigurisë, sidomos arrestet janë aq shumë të tepruara sa kanë deformuar dhe mekanizmin. Në qoftë se zoti Berisha. Prokurorët të thonë, çfarë bëjmë ky është duhet ndryshuar, po e kemi thënë ligji zbatojnë ata. Ligji është i një forme të tillë që shpje. Atëherë, në qoftë se ne kemi mbi 3 vjet minimalisht që po diskutojmë gjë,
Berisha kishte gjithë hapësirë të mjaftueshme që në shqetësimin e tij qytetar për ta zgjidhur problem ta trajtonte atëre. Do shohim që ka dhe shumë, është 51% Rama, 36.9% Llapaj, është pastaj vjen Berisha si individ. Unë mendoj që vetë brenda PD-s nuk është zgjedhje e parë, shumë interesante, shumë interesante. Nuk është zgjedhje e parë, por zgjedhje e vetme. Këtu është paradoks. Arsye pse Berisha është i dyti dhe do të mbetet i dyti për sa kohë si Parti Demokratike është sepse ai ka kapur tashmë dhe është përfaqësues i opozitës dhe merr edhe opinionin e të gjithë popullit opozitarit cili është antiqeveritar. Pra kur vjen në perceptim ndaj individit është i katërti. Kur vjen perceptimin e opozitës është i dyti. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për tu. Pra ky po merr nga opozita, se realisht, nëse ky nuk do të kishte atë pushtim që i bëri, sa kemi thënë, rolin e kryetarit të opozitës ai pushtoi me forcë. Nëse nuk të kishte këtë mandat të qenë kryetari i opozitës, është i katërti. Interesante kjo lajm apo jo? Interesante është Politikisht, po edhe nga pikpamja sociale apo jo? Pra një person që perceptohet jo i pari i temi i kraut vet, e kontrollon këtë krah. Brenda Partisë Demokratike ka një paradoks që e latë të nënkuptoj. Berisha është i vetmi kandidat atje i pëlqyer brenda PD-s. Jashtë PD-s, Berisha ku perceptohet dhe pëlqet më pak se Partia Demokratike. Ky është paradoksi në cilën është futur Partia Demokratike. Pra, ka një kryetar të cilën shikon që nuk ka konkurrent dhe ka një opinion publik përtej Partisë Demokratike që shikon që kryetari besohet më pak se partia. Ky është gjetje e parë. Ndërkohë që e kundërta është tek PS-ja, ëh? E kundërta është tek PS-ja ose kryetari ka të njëjtën pëlqyeshmëri si partia, të paktën. Ky është paradoksi i parë që do të jetë dhe kosto për Partinë Demokratike. Paradoksi i dytë është që ju prapë thatë që ne jemi detyruar deklaratat e partive kryesorit t'i marrim dhe t'i analizojmë përtej prapavijes që kanë ato deklarata dhe çfarë target grupi ata synojnë të kapin. Po unë gjykoj që Partia Demokratike nuk është se i ka ullët kuotat tek simpatizantët e saj, të cilët çfarë do të thot Berisha, e pranojnë, e pëlqejnë dhe e mbështesin dhe nuk e vënë diskutim. Partia Demokratike ka një problem jashtë simpatizantëve të Partisë Demokratike që janë elektorati gri ose shtresa e mesme, e cila është arsimuar, është shtresë e cila Po, vetëm ka vetëm për këtë dua t'ju pyes. Cili është efekti i kësaj? Frogu e preku pak kur ato që thot unë nuk jam tërësisht dakord, po okay, po e le opinionin e Frogu që ka një unë nuk mendoj që ka një ndarje mendimi im ky, po ndoshta po tregojmë më i sjellshëm se sa duhet, më korrekt se sa duhet. Unë mendoj që ka një ndarje kulturore midis atyre që mbështesin qeverinë dhe atyre që mbështesin opozitën. Unë mendoj që ka një mungesë zgjedhje ose një pasiguri nga ata që duan të zgjedhin alternativat e qeverisjes, mendoj unë. Këtu pastaj do flasim pak më vonë edhe për emrat e ri që janë qarkullim, unë e pa dhe njërin për tyre këtë javë, zotin Qori. Por unë mendoj që nuk është unë kam si reagon kjo pjesa e qytetëruar e shoqërisë kur merr mesazhe rrëmuje nga Berisha. Unë atë po doja të thoja zoti Balla. Pra, unë po doja të thoja këtë gjë. Dhe pjesa e kulturore e shoqërisë nuk ka rëndësi me cilën ka është. Jam shumë dakord, pra target. Se mesazhet që ka dhënë Berisha këtë javë janë mesazhe rrëmuje. Dhe këtë dua të them pra që çfarë do të thot Berisha brenda simpatizantëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike nuk përbën asnjë dyshim apo kritik apo stepje apo mos besim në atë çfarë. Mirë, që ta thjeshtoj pyetjen. Këta që tremben, por që nuk janë, por që nuk janë sigur për kë votojnë. Për kë votojnë me 11 maj? Këta që tremben, ata që e pëlqejnë rrëmujen do votojnë doktore. Se ai këtë thot. Sigurisht. Do ju lëroj nga burgu, ju kthej juve të korruptuarve, do të lëroj nga burgu dhe ata që janë për korrupsion etj, se janë dhe ata në burg, nuk janë vetëm ata që dyshohen për krime të rënda. Pra, po kjo pjesa tjetër që thot pritje ato se ndoshta s'do me votu. Kur dëgjoj doktorin që thot pas meje vjen jo historia por rrëmuja. Ta drejt kujt shkojnë? Jam dakord. Shkojnë drejt alternativave treja, shkojnë drejt socialistëve, pra drejt qor për qor e kam në bor, apo shkojnë lash. Se po ngrohet e koha. Le ta analizojmë me gjithë këtë, pra shtresa e mesme ose fasho, e cila është votues skeptik, votues racional,
votues i cili kërkon të shoh një shtet modern, votues i cili shikon ta shoh Shqipërinë si vend antar të BE-s, votues i cili kërkon që fëmijët të jetojnë këtu dhe të kenë një lloj meritokracie dhe sigurie. Janë votues të cilët sigurinë i shikojnë me lupë çfarë deklarohet si alternativë qeverisës për ta. Dhe nëse do të rrim tek ky grup votuesish, i cili për arsye të caktuara, për momente të caktuara të historisë sjelljes të tij ose të saj, ka votuar për Partinë Demokratike, këto lloj deklaratash i rrisin më shumë skepticizmin, zhgënjimin dhe e bëjnë më shumë abstenues që nesër kutinë e votimit mos jetë. Ose në fasho tjetër që është brenda këtij lloji, shikon që partitë e reja është e vërtetë që mund të jenë partitë të cilat ofrojnë disa zgjidhje të thjeshta apo zgjidhje të cilat janë zgjidhje që ndryshojnë diçka në ndryshimin e elitave politike, por të paktën nuk janë figura të prodhosur apo të konsumuara dhe mund të rritë besimin ose shpresën që mos le t'i japim një shans dhe këtyre. Pra, brenda kësaj fashe janë votues të cilët shikojnë jo vetëm opozitën, por shikojnë dhe qeverisjen. Nëse qeverisja arrin të ripërtëritet, të bëhet interesante, pavarësisht se është konsumuar në 3 mandate, por vazhdon ende të ketë një projekt i cili mund të jetë atraktiv për ta, sigurisht vota shkon dhe aty. Pra, unë do thoja që këto mesazhe që jep zoti Berisha, dhe po e mbyll, nuk janë mesazhe të cilat shkojnë ujë tek votuesi racional, i kthjellët, i Partisë Demokratike. Ky lloj mesazhi thjesht mban në status quo votuesin simpatizant, të verbër, Interesante ajo që theti që ndoshta mund të shkojnë edhe te mazhoranca. Po dhe lëvizin. Pa mbyllin hundët, mbyllin syt, mbyllin veshat dhe të votojnë. Po patjetër. Vetëm për mbylljen e një kapitulli të historisë. Meçer, mendon që mund ndodhi? Shiko, Berisha këtu ka qenë. Nuk është se po e shohim tani. Tani po shohim si me lup deklarimet e tija, po Berisha në historinë e tija, sidomos mbas humbjeve të 2005-s, përgjithsisht deklaratat e tij kanë qenë kaotike, gjithmonë ka fshehur veprimin që bën, por edhe deklarati ka thënë kaotike. Por tani ka një specifik e cila për mua kontribuon jashtëzakonisht shumë tek qytetari i mesëm intelektual. Berisha po e bën fushatën elektorale mbi dy boshte shumë serioze, sepse ka problem shumë non grata dhe mbi këto boshte po bën gjithë fushatën elektorale. Po flet për Lasivitan. Lasivitaja vjen një individ i cili është pallur magjistar tashmë. Është i deklaruar, nuk po e themi ne. Lasivitaja në popullin shqiptar është ofendim i rënd. Sepse ti thuash popullit shqiptar që do vi Lasivitaja dhe në mënyrë të dhunshme do t'i imponoj popullit shqiptar zgjedhjen e Berishës si kryeminist, kjo është ofenduese për çdo. Problemi i PD-s nuk është ardhja e një organizatori, o është Berisha organizator, s'ka ku të vej. Por problemi i PD-s është besueshmëria. A mundet Lasivitaja të prodhoj besueshmëri për PD-n? Po pse i thot ai, pse i thot magjistari, thot magjistar, dhe këtu fillon debati i parë që është debati intelektual. A do të pranoj qytetari shqiptar një individ që vjen nga jashtë? Ti prish imazhin që ai ka 20 vjet që ka për Berishën dhe ti prodhoj. Po magjistar pra? Po kjo është ofenduese për popullin shqiptar. Kjo është e para. Dhe e dyta që shumë e rëndësishme është koalicioni tashmë i dukshëm i deklaruar i Sali Berishës me qarqet ekstremiste greke dhe me politikën greke. Duhet të dini që 3 takime që ka bërë Berisha sot, dje par dje në Bashkimin Evropian, në Asamblenë e Këshillit të Evropës, nuk janë gjë tjetër përveç se lobim grek. Pra lobimi grek është bërë aq aktiv sa përpos takimeve kur ky ka vlerësuar totalisht identitetin e vetë, të krijuar historikisht si patrioti më i madh Shqipëri, si nacionalisti më i madh në Shqipëri, është kthyer një lëpirës ordiner i klaneve greke. Deri aq, sa në mënyrë të dukshme ka cënuar rënd interesa strategjike të Shqipërisë ky person, duke u lidhur, duke vënë absolutisht dispozicion, apo mos harroj që populli shqiptar mbi të gjitha është popull patriot. Dhe nëse këto zgjedhje do të bëhen, nuk do të bëhen në kanalet që po diskutojmë ne, po do bëhen në atë kanal i cili do të marrë peshë të madhe tashmë në mënyrë posaçme në jug, në mënyrë posaçme në këto zona të cilat ndihen absolutisht ofenduara me këtë veprim të Berishës në aleancat me grupet ekstremiste greke. Se veri ndoshta është çik më jo sensibël ndaj grekëve, por jugu është më sensibël.
Këto do jenë zgjedhje nacionale. Jo zgjedhje elektorale. Okej. Votojnë patriotë për t'i tregu përfundimisht. Froku ka diçka për të mëto. Duhet shkojmë publicitet dhe rikthehemi me njerëz. Do flasim pak për mazhorancën, për premtimin e përsëritur të ordenin mërzitë e Ramës në 2013 në futemi në BE. Por pas vitit të Skaja Kallas, diçka e vogël, shumë e vogël, ka ndryshuar. Kthehemi pas pak. Rapunzel është si shpirt dhe do doja shumë të rria, por ka shumë zonja tjera që më presin në përshtia. Barbardha më pëlqen, por ka 7 xhuxhat fatkeqësisht. Kjo gjë më bën që lart të fluturoj lehtësisht. Bukuroshja e fjetur do vetëm puthje, zgjuar ose nëndër. Duhet të largohem se do më bëj dhëndër. Unë jam princ i kaltër, po princ i kaltër. Në çështje dashurie me Red Bull nuk jam i humbur, dhe prandaj unë lodroj për gjithmonë i lumtur. Jemi gati për mbledhje? Natyra çdo moment pran jush. Erzeni. Tani, One Smart Pay, i thjesht, i zgjuar, krijuar për ty. Merr teknologjinë më të fundit të smartphone-ve, me pagesa të ultamujore dhe 0% interes, kombinuar me planin One Ultra Max. Përfito të çmimin më të mirë, ekskluzivisht në... Në kohë mazhoranca, ose më saktësi Rama, i qëndron fort tezës, të cilën shpresojmë realisht të realizohet jo sepse mund t'i japi Edi Ramës zgjedhje, po sepse gjithë na intereson frok që në 2030 ne të futemi në BE, pasi jemi zvarritur shumë në këto 3 dekada e gjysmë në dyert e saj. Por Zoja Kaja Kallas kur erdhi pra komisionere e jashtme e Bashkimit Evropian, gjatë turit saj edhe në Tiranë, tha një gjë në BE në 2013, por me reformë. Dhe sigurisht thelbi ishte korrupsioni dhe reforma ndrejtësi. 2 pikat në cilat temi mazhoranca është goxha e prekur në 2-3 vitet e fundit. Dhe mos harrojmë që në javët e para pas arrestimit të Erion Veliajt, kryeministri foli qartasi dhe haptasi për korrigjim të reformës në drejtësi, çka i solli dhe një eko miratuse dhe nga ana e Sali Berishës. Pikërisht këtë kam vërtet sa herë e bëj analizën në vete, pikërisht këtë gjë, jo kështu si e thoni ju, po unë këtë gjë mendoj. Nuk diskutohet për mazhorancën në mandati 4. E gjithë vëmendja, e gjithë kujdesi, e gjithë problemi, e gjithë pesha është e mandati 5. Pse është tek mandati 5? Sepse mandati 4 ja ku është, shkoi, këta padyshim janë fituar etj, dhe në fundit Shqipëria ndodhet në një vlag shumë pozitive, Bashkimi Evropian në Prag, zhvillimi i turizmit mjaft i mirë. Po 5 miliard euro i ka sjellë vendi, tha kryeministri. Investitorë të tjerë që janë gati,
reforma në drejtësie, e cila është gjë shumë e fuqishme, jo vetëm për të huajt, për botën, për ne. Dhe janë akoma, do me thënë, këto janë energji, janë motorë që janë në punë, po në fund të mandatit, të katër, këto kanë pjesë e madhe, shumë e madhe, e këtyre motorëve janë fikur. Në mos janë fikur, janë dobësuar. Praktikisht, është dobësuar entuziazmi, energjia, vajtja ardhjet, në fundit kurioziteti që Europa instalohet në Shqipëri, instalohet në Tiranë. Ja, do kemi dhe samitin e tjerë. Këto janë bërë që kanë marrë të drejtën e qytetarisë, edhe janë bërë zakonshme. Po nuk shuan më arritje në sensin... Nuk shuan më turizmi, do jenë vjetruar sa hotele. Po sigurisht do e zberë në një yrë. Se ne shkojmë në Europë, jo e provoni vetë. Po pa të, një moment Europa s'to gjë. Europa është e vjetër edhe në kuptimin e një hoteli. është vjetruar. Shqipëria është e re, është gjë e bukur. është pësot. Do kënë shkuar dhe këta. Ajo është farë shumë rëndësishme. Do e zbehur reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi është në rrezik. Jo prej të tjerve, reforma në drejtësi është rrezik prej vetës. Prej vetës vetë. Do me thënë, ka plot probleme që po të diskutojnë në duan në dy emisione ndoshta, por që o do kënë mbetur të paknaqur njerëzit, o do jenë ndëruar prokurorët, o do kënë dalë të korruptuar atje prokurorët dhe gjyqtarët, o do kënë mbajtur anë kundër të drejtës, se gjë e më të mëshme për një reformë drejtësi dhe për një drejtësi është të mbaj anën e pa drejtës. Dhe praktikisht ne po shohim sot element të një anësie në raport me të drejtën dhe të pa drejtën. Sot për shembull Sali Berisha nëse do ishte drejtësia realisht e prerë, do të kishte marrë me këto premtime që je për mashtrim publik, do të kishte quar në prokurori si mashtrues publik, të paktën si mashtrues publik. S'po shkojmë tek 19 kullat e tjera që duhet ishte atje. Do të thënë, do e zbehur dhe reforma në drejtësi. Do e zbehur plot gjëra që unë nuk kuptoj dot, do të thënë sot, dhe çfarë do ketë ndodhur? Do ketë ndodhur që shoqëria nuk e dim ku do ketë shkuar, se këta njerëz për cilët folëm në deri tani dhe Landi tha që janë votues që të ndritur, jo me këtë fjalë nuk e tha, po që ka të drejtë, në votues që pretendojnë etj. Nuk do t'i kemi iluminuar. Nuk do t'i kemi më. Se do kenë ikur. Po do kenë ikur se lodhen, njerëzit lodhen nga qeverisja e mirë, njerëzit lodhen nga ligji. Nuk e duan ligjin njerëzit. Prandaj dhe bërtasin dhe thrasin një pjesë e madhe që kanë votuar Edi Ramën herën e kaluar, kësaj radhe bërtasin shumë ç'është ky qeverisë. Pse? Ore duan një gjë në xhepin e tyre. E duan në xhep ose t'ia vjedhin dikujt, ose t'ia marrin dikujt, ose ai ka mësuar Saliu, do të thënë, është metoda e Saliut, a do ta kapërcejmë metodën primitive të Saliut për të kaluar te mandati i 5, apo do ta kapërcejmë? Janë vështirësi jashtëzakonisht të mëdha, nuk e di nëse majoranca e analizon apo si analizon. Megjithatë, Lami mu duk sikur temi vërejtja e pa thënë e komisionerës europiane ishte që mos prek një reformën në drejtësi, megjithëse mund të ketë ngjallur pak kënaqësi, megjithëse mund mos ju pëlqej, megjithëse ju ka prekur juve, ju ka prekur temi personit e dytë më të rëndësishëm politik në vend pas teje, reforma në drejtësi nuk preket dhe nën teksti ishte sigurisht lufta ndaj korrupsionit. Unë gjykoj që ka... Dhe kjo është një pengesë, mendoj unë, një nga pengesat që majoranca duhet ta kapërcej, ta gjejë mënyrën ta kapërcej. Pra ta pranoj, po e thjesht ta pranoj drejtësinë e re, por dhe ta kapërcej, dhe të pastrohet, të thjellohet. Unë mendoj që majoranca përtej skepticizmi që kemi ne e ka kapërcyer këtë çështje për disa arsye. Së pari, nuk ka vend antar Bashkimit Evropian që të pranon që ti nuk të funksionon sistemi i së drejtës. Nuk mund të bëjë antar... Sidomos nëse ka i mandat, sepse mandati pas 2029, kushdo që ta fitoj, me kismet, po themi do të jetë mandati i parë i Shqipërisë i një qeverie të një vendit Bashkimit Evropian. Është e pakonceptueshme, zoti Balla, që ata të bëjnë antar një vend autokrat. Ata sigurisht mund bashkëpunojnë me të, mund të... Po edhe unë them që 2029 do jetë viti hapi sistemit politik. Por nuk e konceptojnë dot që ti të mund të shkosh të pretendosh dhe të mos kesh një sistem drejtësie funksionale. Së pari, së dyti, në planin e brendshëm. Nuk se nuk ja ka parë frutet zoti Rama duke e lënë sistemin e drejtësisë të funksionojë në disa raste duke ngrënë dhe bijtë e saj që e kanë themeluar atë, siç janë antar apo drejtues apo figurat të Partisë Socialiste.
se tek e fundit ka parë tek humori dhe perceptimi i publikut është shumë më e pranueshme që të marrë kosto qeveria duke u dënuar apo duke demonstruar që sistemi i drejtësisë funksionon, se sa të ndërhysh tek sistemi i drejtësisë duke e çbërë atë. Kështu që zoti Rama e ka parë që e ka në favor të lënien e drejtësisë si të pavarur dhe të funksionojë dhe të reformohet më shumë. Si apo të pavarur? Të pavarur. Okay. Duke punuar që të funksionojë dhe të guxojë më shumë sistemi i drejtësisë, siç ka guxuar, ndoshta duke shprehur apo duke demonstruar dhe defekte të caktuara të cilat mund të konsiderohen dhe të pranueshme për historinë e shkurtër që ka sistemi i drejtësisë si sistem që funksionon vetvete. Dhe e fundit, zoti Rama ka një favor që ja ka dhënë vetëm opozita. Nuk ka opozit në një vend tjetër që në vend që të jetë aleati i drejtësisë është kundërshtar i drejtësisë. Pra, të tre këto faktorë e bëjnë që zoti Rama në llogaritë fundit, me nuhatjen e tij politike që ka, ta shfrytëzoj për ta kthyer në favor këtë gjë dhe jo ta kthej në një instrument që mund të kthehet bumerang së pari për veten, së dyti në raport me BE-n dhe të jap edhe një mundësi dhe argument opozitës që nuk e ka, pse duhet t'ia jap. Okej, megjithatë, Meçre ka një gjë që duhet ta diskutojmë tek çështja e raporteve që kryeministri të reja që ngriti me drejtësinë, sidomos pas arrestimit të Rion Veliajt. Sigurisht, përballë ka një opozitë që tre nga drejtuesit e saj i ka temit pandehur apo në hetim, njërin prej tyre ka në burg. Dy prej tyre i kanë listë mbyllur, pra do t'i kemi në parlamentin e ardhshëm. Unë besoj gjithashtu që edhe zoti Meta ka shanse të mëdha për të futur në parlament, por ky është diskutim tjetër. Nga ana tjetër, si përgjigjet e Rama? Përgjigjet duke futur temi banqin kryesor të ministrave të tij, pra shumicën e ministrave të tij ai ka o drejtues qarqes o në listën e sigurt, ndërkohë ka hedhur në listat e hapura figurat qendrore, por ka hedhur gjithashtu, dhe këtë duhet ta themi, edhe figura që janë o të përfolura, o të hetuara dhe edhe të pandehur zyrtarisht në temi nga SPAK. Pra, cili është mesazhi që marrin votuesit në këtë moment? Pra, më voto, më mbro këta njerëz ti me votën apo gjykoj ti me votën tënde? Pra, cili është mesazhi që e Rama? Duhet kap disa momente. Kam dëgjuar shpeshherë që angazhimin politik i individëve të korruptuar do t'i mbrojë ata. Nuk i mbron. Mekanizmi jon ligjor është i tillë që nuk ka imunitet më. Atëherë pse i kandidon? Pra, ta heqim njerë e mirë dorë nga ai arsyetim që thuhet që i futin politik, qoftë ky Berisha, në gjithë krahat, për t'i shpëtuar drejtësisë, nuk i shpëton. Po, se ministro Pleder në sistemin ton tashmë, po jo ore absolutisht. Po, me i ledhen komision mandat. Absolutisht. Me vepër penale të kryer nuk ke imunitet. Pra edhe një politika, sistemin sot nuk t'jep imunitet. Mbaroj. Kjo e para. E dyta, do t'jemi në analizë, sepse do t'vit tek sistemi i drejtësisë, por nuk mund ta le pa kaluar këtë moment. Opozita është një, në mënyrë figurative po i them unë, një luan tashmë që ka shumë instrumenta në dorë. Është një luan. Sepse realiteti qeverisës ka probleme aq shumë serioze, sa në qoftë se ky luan nuk do të kishte një kapistall nga pas që e mban dhe e tërheq, që quhet Berisha, në këto zgjedhje unë po t'jap garanci që debati do ishte shumë i madh 50-50, ndoshta edhe me fitoren të opozitës. Faktori Berisha është ai që e ka penguar dhe vazhdon ta pengoj fitoren e opozitës dhe për arsye të tij opozita nuk ka për të marrë zgjedhjet. Dhe ky është fakt. Është fakt. Çështja ku është tani? Këto zgjedhje të gjithë po bëjmë dakord, edhe sondazhet do të fitohen nga Rama. Por Froku kapi tek sezoni 5, unë po qëndroj te sezoni 4 sepse shumë serioze një gjë e tillë. Situata, në qoftë se ne jemi të gjithë që dalim në terren dhe fatkeqësisht nga qëndrimet tona na kanë tekuar edhe si përkrahas të majtës, është e drejtë kujdo. Por kur unë dal në terren, takoj me qindra njerëz që më thonë, po ky yni. Po këta tanët. Sepse të gjithë këta, pavarësisht që janë absolutisht të lidhur me PS-n, po them, po marr këtë kontingjent, shprehin shqetësim të lishëm që shkalla e korrupsionit në Shqipëri është tmerrsisht e lartë. Vërtet sistemi i drejtësisë
i debatushëm nga ana ime, se shpeshherë kalon vend politik dhe më bën qëndrime politike të papranueshme, vërtet sistemi i drejtësisë po i godet këta, po ç'është shtrohet. Po korrupsioni që ka prezent që po i godet. Por kjo prezencë fajkujt është. Po kjo prezencë e këtij korrupsioni sa e ngarkon Edi Ramën. Dikush mund të thotë, nuk është argument kjo, nuk është argument kjo që ti me që kundërshtari yt është nacionit që është. Ti thu, okay, unë po e mbush listën. Pikërisht. Jo, se ku do të dalë mendimin tim, unë kam mendimin tim, nuk jam i sigurt. Unë kam mendimin tim që po të shikosh, Rama ka nxjerrë një pjesë shumë të madhe të kandidatëve, po flas për Tiranën, se Tirana është thelbi, ëh. Tirana është thelbi, që janë nga Bashkia e Tiranës. Ka nxjerrë, ka vënë listë edhe njerëz cilët janë e tim, janë dyshuar, janë përfolur, janë të temi në njëri për tyre dhe i panderë. Mendimi im është që ai sigurisht i thotë popullit, votuesve që, okay, ti voto pa të Partinë Socialiste, pra sa ka numrin 5, por kur vjen puna ke emrat, unë po të lë dorë të lirë të zgjedhësh. Me në një përjashtim që e kanë listë mbyllur, por përgjithsisht i ka lënë gjithë në listë hapur. Atë listë e hapur, vendimarrjen e merr qytetari, kjo është e padiskutueshme. Dhe është një hapësirë që vendos qytetari. Nuk po e trajtoj në këtë formë, sepse po të shikosh edhe testimet, nuk janë bërë për individ, po janë bërë për grupime. Janë bërë për lidera dhe për parti. Për lidera dhe për parti, sepse dhe këto votime nuk do të operojnë me persona, individ, qofshin këta në listë hapur, po do operojnë me Edi Rama, Parti Socialiste, Sali Berisha, Alianca, që është në krahun tjetër. Problemi është që unë kam një bindje, që në qoftë se Rama shton në agjendën e vetë politike të debatit tashëm, ose të premtimit elektoral, pasaportën, po shton edhe një gjë tjetër, një mekanizëm të besueshëm për qytetarët e Republikës për mënyrën se si ai qeverisjen mbas këtyre zgjedhjeve do ta ketë absolutisht me instrument goditës ndaj korrupsionit të brendshëm, jo nga ligji. Ligji është tjetër gjë, ligji do veprojë gjithmonë. Çështja është që korrupsioni nuk do të lind prej teje, jo pse e godit apo se godesh. Atëre, në qoftë se inteligjenca artificiale e ka gjithsesi nuk e dal në mbrojtje çfarë ka bërë ai. Të besueshëm thash. E kanë nxjerrë nga dorët e njeriut. Njeriu është i korruptuar. Nuk veçanërisht në Shqipëri nuk e që është 30 vjeç. Nuk i besoj shumë kësaj gjëje unë vetë ime, sepse kam sa eksperjenca të hidhura me sidomos me hipotekën, kam eksperjenca jo unë. Se unë jam ekspert dhe gjithë qësi më vjen dorë mua. Se në momentin kur hipoteka ishte me lek në dorë, me 100 euro zgjidhje problemin, tani me inteligjencë arbitrare duhet 5.000 euro se zgjidh problemin. Mos i flasim këto gjëra për. Çështja është pikërisht ky fakt është i ndjeshëm te qytetari. Dhe atëherë unë ftoj Berishën tani në këtë moment, po më i them Berishën, më fal Rama, dhe i them, bëj një premtim, jo premtim, po një program që ti të mos e prodhos korrupsionin. Jo për ta goditur korrupsion, deri tani ke programin për ta goditur korrupsionin. Pra ta parandalosh atë. Ti ta parandalosh. Sepse çfarë po ndodh? Spaku po të godet krimintat. E vërtetë është. Atëre, këtë krimintat në transparencë thuaj po zotërinj. Për këtë arsye sepse ky popull është i ndjeshëm dhe të vetme gjë që ngarkon Ramën, të vetme gjë po them unë. Për projektet e zhvillimit i dalu në mbrojtje sepse projekti i zhvillimit çka Shqipëria me të nuk kam pak. Duhet ta mbyllim. E lem te kjo çështja e the shumë burr, besojmë të gjithë dakord që sot Spaku po lufton korrupsionin te PS-ja sepse ndoshta aty është për momentin te qeverisja. Dhe kjo pavarësisht çfarë ndodh me krahun tjetër, nëse Rama fiton zgjedhjet duhet ta gjejë këtë mekanizëm. Meçe, të falenderoj Frokçulli, falenderoj profesor Orlan Lamin që kënaqësi të kisha sonte në këtë emision i cili është vetëm 3 orë para fushatës. Po siç u thash, të gjithë ne jemi qytetarë, me gazetar dhe kemi drejt të japim opinionin tonë dhe qëndrimin tonë për atë që do ndodhë zgjedhje, veçanërisht kur pas 3 orësh gojet tona do mbyllen për shkak të ligjit elektoral. Dhe këtë e keni tani në rubrikën Fjala ime e fundit. Fjala ime e fundit është edhe një detyrim ligjor, pasi pas 3 orësh nis fushata elektorale dhe ligji vjetruar elektoral shqiptar nuk lejon shumë hapësirë për opinione gjatë saj. Ai e kthen fushatën në një farmaci me një peshore pa ngjyrë dhe erë. Ku në fakt çdo fushatë ka ngjyrat dhe çdo zhvillim në të ka dhe erë, dhe jo gjithmonë është një erë e këndshme. Këto nuk janë zgjedhjet e para dhe sigurisht nuk do të jenë as fundit për ne, por deri tani çdo palëzgjedhje bashkohet me tjetrën para dhe pas nga njëjta veçori. Kanë qenë të karakterizuara nga koha që kemi humbur si popull. Kemi humbur kohë duke i dhënë besimin njërës apo tjetrës parti. Ua kemi dhënë dhe kur na kanë gënjur apo zhgënjur më shumë se një herë. Shumë prej nesh, mu për këtë arsye, nuk kemi votuar në të shkurën dhe me gjas as kjo fushatësi nis nesër nuk do na e mush mendjen që të dielën 11 maj të dalim dhe të votojmë. Por në fakt duhet ta bëjmë
sepse nëse jo, duhet të heshtim së paku për 4 vjetë. Si vjetë ka disa risi, e para për tyre, zgjedhjet duken si janë më të shumta në numër. Kjo sepse SPAK ka rritur vigjilencën tonë si qytetar, ndaj cilësisë që na ofron politika, si në qeverisje ashtu edhe në opozitë. Fillimi i funksionimit të drejtësisë re ka filluar të ndaj perceptimin nga fakti. Në 11 maj, kur shkojmë të votojmë, partitë politike do na ofrojnë një pak kandidat pa ndehur, në hetim apo të dyshuar për korrupsion. Unë mendoj që ata nuk duhet votohen. Në fakt ata vetë duhet kishin zgjedhur të mos kandidonin, por kjo është Shqipëria politike e 11 majit. 3 nga të pandehurit janë drejtues të koalicionit të Shqipërisë Madhështore, 2 prej tyre në listë të sigurt, pra do t'i kemi në parlament. Por këto zgjedhje ofrojnë një risi të dytë. Pjesa tjetër e listave është e hapur, aty vendosni ju. Në këto lista të hapura, të dyja palët e mëdha kanë emra me dosje të hapura. Këto lista i keni në dorë ju që t'i pastroni. Unë besoj se më në fund sistemi politik fal drejtësisë re dhe fal integrimit shpejt në Bashkimin Evropian ka filluar të hapet. Një votë e përgjithshme qytetare që ndan të pastrin nga të korruptuarit, dyshimin nga fakti, thashëthemin nga realiteti, do të thotë që ky sistem politik më në fund të hapet totalisht në zgjedhjet e rregullta të vitit 2029, që shpresoj me gjithë zemër të jenë të fundit para futjes tonë në Bashkimin Evropian. Por a do ndodh kjo, me drejt mund të pyesni shumë prej jush. A mund ta pranoj BE-ja Shqipërinë tonë kështu siç është sot? Unë shpresoj që për arsye më shumë gjeopolitike, por edhe për arritjet tona, edhe për një arsye tjetër më praktike, të ndodhë në vitin 2030. Sepse ne do të bëhemi më të mirë nëse futemi, pasi rregullat tjera do të zbatohen, monitorimi do të thehet në vëzhgim të rrept. Pra do të futemi në BE jo sepse jemi 100% gati, por sepse do të bëhemi të tillë më shpejt duke qenë brenda se sa duke u zvarritur nga jashtë. Kështu kemi bërë, jemi zvarritur për 3 dekada dhe thjesht kemi humbur kohë. Si thot një fjalë e urtë, nëse më mashtron një herë është faji yt, nëse më mashtron 2 herë është faji im. Po nëse dikush na mashtron për herë të tretë, nuk është më faj e as përgjegjësi, është krim ndaj të ardhmes tonë dhe fëmijëve tanë. Pa dashur të paragjykoj askënd as Sali Berishën, por sot Partinë Demokratike paradoksalisht nuk e shpëtojmë dot as me votën tonë. Ajo ka sinkronizuar tash me orën e saj, me orën biologjike të kryetarit dhe duhet ta lëm kohën bëj punën e saj. Unë besoj se Partia Demokratike do ta rigjej veten një moment, por si qytetar nuk kam më kohë të humbas me të. Tani dikush mund thotë, jo pa drejt, po nëse dikush arrin ta mashtrojë për herë të katërt. E vërtet, nëse në vitin 2030 ne nuk futemi në Bashkimin Evropian, duhet të ndihemi fajtor dhe përgjegjës se përse na bën të humbasim sërish kohë. Por a ka alternativë tjetër? Siç e thash më sipër, listat e hapura të japin mundësinë që të japësh leksion një partie edhe kur ajo fiton, duke e detyruar të pastrohet dhe të thjellohet. Të pastrohet nga ata me njolla jo mbyllë kërfi, por në drejtësi. Dhe nuk dua të përsëris veten se e thash të më sipër, por e kam edhe një merak të fundit. Mendoj se politika duhet pastruar edhe nga kameleonët dhe nga hipokritët, sidomos nga ata që ka përcejnë Ylberin. Shoh me trishtim se në listat e Partisë Socialiste ka mbetje të Partisë Demokratike ose vëmjet saj. Këta nuk mendoj se meritojnë të votohen. Mendoj se në listat e hapura të socialistëve ka boll gra dhe burra që meritojnë të përfaqësojnë. Listat e hapura na mundsojnë të largojmë nga politika pazarxhin, të legendët dhe të paskrupujt që nuk meritonin realisht as Partinë Demokratike, lërë më pasaj Partinë Socialiste. Dhe kjo nuk quhet rilindje, quhet thjesht humbje kohe dhe vote nëse votojmë për ta. Dikush mund pyes, po në këtë rast unë si qytetar, kë do të votoja? Socialistët? Për këtë unë e kam përgjigjen dhe shumë thjesht. Mendoj që Edi Ramës nuk i duhet vota ime. Ka boll të tilla për qeverisur dhe 4 vjet Shqipërinë, por sinqerisht shpresoj se premtimi i tij për integrimin tonë në 2030 në BE të mos jetë thjesht farsë elektorale. Por ka një gjë që më bën të paduruar të pres rezultatin e 11 majit. Fytyrat e atyre që do të zhduken nga politika aktive nga vota juaj. Do një idiot që i duket vetë Silvio Berlusconi, do një megaloman që mendon se mund bëhet kryeminist nga Facebooku. Por dua shumë që vota e shqiptarëve të zhduk nga skena politike kriminalët politik. Dhe kriminal politik janë dhe ata që vranë shpresën dhe opozitën dhe që e shitën ato për interesat vogla meskine, ose sepse thjesht janë edhe kriminal, edhe idiot politik. Gjithashtu këto zgjedhje do të japin mundësi shqiptarëve që të fusin në kuvend njerëz që politikën e kanë jo thjesht karrierë, por vokacion, ndoshta edhe mision. Pra ajo që unë shpresoj në këto zgjedhje të ndodh është një katarsis nga poshtë i skenës politike. Jo ai hipokrit si Inanos 25 vjet më parë apo gjoja hapja e Berishës në 2005-ën, as rilindje me bashkim amoral të Smajtës në 2013-ën, apo rezultat pazare si ai Luzin Bashës në 2017-ën. Kësaj radhe kam dhe një shpresë më shumë, se çerek milioni bashkëpatriotë do të votojnë nga jashtë, do t'i sjellin votës shqiptare një frymë europianit, të llogaridhënies së politikës dhe jo të mbi sudimit dhe keqpërdorimit nga ana e saj të votës tonë.
Sepse unë mendoj që ka ardhur koha që politikanët kuptojnë se kur i votojmë, u japim shtëpinë e popullit me qera për 4 vjet, por jo pronësinë mbi të. Sepse unë besoj se shqiptarët kanë votuar gjithmonë sakt dhe drejt. Dhe kështu do të bëjnë edhe në 11 maj. Kjo ishte fjala ime e fundit për zgjedhjet, dhe ky ishte Real Story për sonte. Nga unë Sokol Balla, natën e mirë.